Ali Ahmeti ka dalë në pension shkaku që nuk arriti që të fletë me gjuhën të cilën e njohin votuesit, por më tepër foli egoja e tij, nënvetdia e tij, frustrimet e tij të brendshme sa i përket të kaluarës dhe situatës së tanishme dhe fakti që i humbi shumicën e komunave shqiptare dhe ndodhet i izoluar edhe në terma geografik, edhe në terma politik, në një situatë kur gjithë kryesia e tij përballen me akuza në pjesën e drejtësisë, por edhe janë në listën e zezë amerikane, dhe ky rezultat i zgjedhjeve e bën të patjetërsueshme dhe një imponim të brendshëm që të shkojnë në një proces të brendshëm të konsolidimit, do kisha thënë. Kjo e imponon që edhe figura e tij të vëhet në pikpyetje nga pjesë të brendshme të BDI-s, por edhe të koalicionit të tij. Ta keni parasysh, është hera e parë që nuk paraqitet në një paraqitje publike pas zgjedhjeve. Mbrëm ishte vetëm Arbër Ademi në preskonferencat e famshme nga Reçica e vogël, dhe si duket Ahmeti është i strukur në Zajaz dhe nuk don të përballet me realitetin. Gjithsesi, është në të mirën e demokracisë që ajo parti të reformohet dhe të vinë në pa figura të reja. Këtë do dëshironim edhe ne. Ne absolut që nuk jemi ata që e determinojmë se si do t'jetë ecuria e tyre politike, po deshën për ne le ta mbajnë Aliun edhe sa do kohë që të duan. Po, është drejta e tyre ta mbajnë ata. Është një situatë e re krijuar shkaku se nuk besoj që do të ketë më afinitet BDI-ja që t'i mbajë edhe partnerët e koalicionit që i ka tani më. E keni parasysh pak para zgjedhjeve dy parti më të vogla shqiptare u larguan nga ai koalicionim. Tani sigurisht që do të krijohet një situatë e re kur do të imponohen edhe këto raporte për brenda atij koalicionimi, por sigurisht që edhe për brenda BDI-s. Pensionimin e Ali Ahmetit e bën dje shqiptarët, dhe për këtë dua t'i përgëzoj të gjithë ata që votuan për ne dhe kundër atij koalicionimi. Pjesën tjetër sigurisht që duhet ta bëj Ahmeti, siç e kemi thënë shumë herë, i urojmë pensionim të lehtë dhe të gjatë, shkaku se kemi rritë edhe pensionet për qytetarët përfshi edhe për zotin Ahmeti, kështu që nuk ka asgjë të keqe për një politikan që ta përmbyll karrierën e tij edhe me një pensionim të qetë, do kisha thënë. Megjithatë, kjo fitore nuk duhet t'ju bëj që si thua të vetkënaqeni, sepse përgjegjësia është shumë e madhe dhe partia e zotit Ahmeti do t'jetë aty në opozit për të parë pasaktësitë dhe gabimet tuaja. Megjithatë, unë doja që të flistim pak dhe të më sqaroje pak situatën në kampin Maqedonas, që të kisha një panoram më të plot, duke qenë se jemi fokusuar më shumë në kampin shqiptar, patjetër se është interesi primar. Në kampin Slavo-Maqedonas kemi një fitore dërmuese të VMRO-s, të partnerit tuaj në koalicion, një shumicë dërmuese komunash. Çfarë analize mund t'i bëjmë situatë të tillë shkurtimisht? Si mund ta lexojmë situatë të tillë? Kjo edhe pritej, e thash edhe në paraqitjen time të fundit për ju, kjo edhe pritej, mirë po... Në 55 komuna në mos gaboj. Po, vetëm se edhe në pjesët tjera ku futet në balotazh është në përsipër kundrejt oponencës. Prandaj ajo që ndodh është një fenomen i asaj që opozita maqedonase duket shumë e çorientuar dhe nuk po arrin si duket që të bëj konsolidimin e brendshëm. E përmenda në paraqitjen time të fundit që rezulton që ajo që kishim edhe frikë, partia e dytë në nivel të Shkupit del e Majta, radikaliste e Dimitar Apasievi. Ata kanë dalë të dytët. Rezulton që në qytet të Shkupit është partia e dytë dhe kjo është brengosëse sa i përket shqiptarëve, mirë po
kjo është një situatë që do duhet të zgjidhet në suaza të kampit etnik Maqedonas, sa u përket këtyre çështjeve dhe forcimit të kësaj partie radikaliste. Gjuha e tyre e përdorur edhe në fushat ka qenë tejet fyese dhe nënçmuese kundrejt shqiptarëve, edhe pse u dëshmua edhe në vepër që heshturazi BDI apo koalicioni AKI ka pasur një bashkëpunim me këtë formacion politik, shkaku i kandidaturës së tyre nuk arritën ta bëjnë fitore në raund të parë në Tetov, por edhe në shumë vende tjera i ka ndihmuar njëri tjetrit me votë në mënyrë të heshtur, dhe kjo është shqetësuese për një parti shqiptare e cila bashkëpunon me kështu element radikal dhe me financime të dyfishta që supozohet që vinë direkt nga Rusia, dhe jo rastisht BDI është në listën e zezë amerikane nga State Departmenti amerikan, dhe jo rastisht edhe për opinionin shqiptar, edhe për opinionin më gjerë janë të njohura lidhjet që në frustrim nga rezultati i zgjedhjeve BDI nuk zgjedh se me kë koalicionon, dhe kjo është për të ardhur keq për nivelin në të cilin kanë rënë, mirë po e mira e gjithë kësaj situate është që shqiptarët tashmë kanë kush që del zot dhe janë të orientuar ka koalicioni vlen i cili pritet që t'i pri shqiptarët në dekadat e ardhshme, do kisha thënë. Qartë, doja që ta vlerësonim pak, po themi, këtë rezultat pozitiv të koalicionit Vlen në raport pak më të gjerë me shqiptarët në rajon. Këto zgjedhje e folëm edhe bashk, po është diskutuar edhe më gjerësisht në opinionin publik që këto zgjedhje në Maqedoni të Veriut janë parë më shumë se sa zgjedhje thjesht komunale, janë parë gati se zgjedhje në nivel qendror, dhe janë vendosur në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër midis Tiranës edhe Prishtinës. Me këtë rezultat pozitiv të koalicionit Vlen, si ridimensionohet kjo marrëdhënie në raport me Tiranën dhe në raport me Prishtinën? A ndihmon kjo në krijimin e një boshti të interesit shqiptar? Më dua të them, po e them në mënyrë pak më figurative këtë pjesë, që të ndërlidhem dhe me pensionimin e Ahmetit. Festën e pensionimit ja bëri Ahmeti në Tiranë, zoti Edi Rama ja bëri në Tiranë, zoti Itali Ahmeti. Gjithaj organizim në emër të UÇK-s, ku nuk prin familja Jashari, dhe gjitha ajo ceremoni që kishte edhe aty edhe eksponent PD-s, disa që kam parë, dhe në emër të gjithë kësaj gjëje ti bëhet fushat Ali Ahmeti direkt nga Tirana zyrtare. Kjo sigurisht që nuk ka qenë diçka që ne kemi pritur. Kanë kohë të reflektoj edhe shteti shqiptar sa i përket kësaj. Involvimet nga ana tjetër nga Prishtina zyrtare kanë qenë në frym të asaj që po vjen në skenë një elitë e re politikanë shqiptar që duhet përkrahur për skaj të vjetrës që solli vetëm degradim çështje shqiptare në këtu në Maqedoni, ndërsa involvimi i Tiranës zyrtare paraqet një presedan, shkaku që në intervenim direkt u munduan që të katapultojnë zotin Ahmeti përsëri në qeveri, duke dashur që t'i ndihmojnë, por rezulton që ajo ishte vetëm festa e pensionimit për zotin Ahmeti. Shqiptarët e lexuan qartë këtë mesazh për skaj asaj që ne sigurisht që jemi në suport maksimal sa i përket atyre prizve të UÇK-s, të cilët patërësisht ndodhen në Hag, dhe suporti jonë është maksimal, shkaku se ajo luftë ka qenë luftë e drejtë, luftë për çlirim, por përderisa këtyre protestave nuk ju prim familja Jashari, dhe përderisa organizohen kështu lloj tubime me vetmin qëllim që të
përkthelen politikan nga Maqedonia e Veriut nuk është e hishme dhe urojmë që shteti shqiptar, nuk do them këtu mazhoranca, por shteti shqiptar të jetë i kujdesshëm në raport me shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Është obligim kushtetues, moral dhe vëllazëror që me shumë kujdes t'i ndjekin raportet në sa përket shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, dhe ne akoma jemi të hapur dhe kërkojmë reflektim nga ana e mazhorancës atje, sepse e dim që shqiptarët në Shqipëri din t'i lexojnë bukur mirë këto situata dhe e njohin mirë situatën edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe në Kosovë, edhe në Preshevë dhe gjithkund. Prandaj ju bëjmë thirrje edhe një herë mazhorancës që të reflektojnë në lidhje me raportet politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. E fundit, shiko, në fakt ti u përgjigje pyetjes pa ta bërë unë në fakt nuk ta bëra sepse nuk doja të vendos në pozitë, duke qenë se je përfaqësuesi një force qeverisëse në Maqedoninë e Veriut, edhe patjetër që ajo protest dhe tema e asaj proteste dhe organizimi dhe pjesëmarrja e asaj proteste ngjall debat dhe nuk doja të fusja në këtë, por ti dhe një përgjigje në fakt që është mjaft e fortë. Nëse do të shkonim në Kosovë për ta mbyllur dhe nëse zoti Kurti bie nga pushteti në zgjedhjet e parakohshme, pra nëse do të kemi, supozojmë që do të kemi zgjedhjet e parakohshme siç thonë shumë, a është kjo një goditje për koalicionin Vlen në Maqedoninë e Veriut? Pra e pam anën e Tiranës, të shohim anën e Prishtinës tani. Nuk është se janë të lidhura, edhe pse situatat, sidomos mes shqiptarëve, janë në frymën e bashkëpunimit. Kemi pasur shumë raste kur qeverit në Kosovë kanë qenë direkt involvuara në zgjedhje në mënyra flagrante. Unë për shembull mund t'ju përmend një shembull të 2017-s të zgjedhjeve lokale, kur vetë unë isha pretendent për kryetar komune dhe imagjinoni ambasadori i Kosovës në Maqedoninë e Veriut agjitonte për vota në komunën ku unë isha kandidat. Unë sigurisht që e kam paraqit këtë, dhe këto ishin shkelje shumë flagrante të neutralitetit dhe të asaj se si dhe deri në çfarë mase duhet jetë implikimi i shteteve vëllazërore tona. Mirë po, ajo që ndodh tani në Prishtinë dhe që sigurisht që ka reflektim edhe të shqiptarët këtu në Maqedoni, është në frymën e asaj që koalicioni Vlen do ta respektoj çdo vendim të qytetarëve të Kosovës, të shqiptarëve në këtë rast, sa përket asaj se si duhet duket qeveria e ardhshme. Qytetarët kanë folur qartë në zgjedhjet e fundit dhe i kanë dhënë përkrahje të fort vetëvendosjes dhe në këtë moment ajo që i duhet Kosovës është stabilitet dhe bashkëpunim. Këtu do dosha të inkurajoj partitë që të futen në negociata me vetëvendosjen dhe të arrijnë që ta bëjnë qeverinë bashkë dhe Kosova të ecë në hapat e reformave që i ka filluar dhe që i ka bërë 4 vitet e kaluara, të futet në proces të konsolidimit të gjyqësorit dhe që është element i cili çalon edhe në shtetin e fqinj të Kosovës. Prandaj në këtë frym apeli jonë është që partitë të gjejnë gjuhë të përbashkët dhe të bëhet shumica dhe të formohet sa më parë qeveria, të konsolidohen institucionet dhe të vazhdoj procesi i reformave, ndërsa trajtimi që ne dëshirojmë edhe nga Prishtina zyrtare edhe nga Tirana zyrtare është në frym të një qëndrimi të përbashkët të unitetit brenda nesh. Ne absolut nuk duam që të jemi, edhe pse në shumë kontekste u vendos pjesa e zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut